Përshëndetje shenja ujorit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizmë orakull. Në gjendjen tuaj personale kemi 10 monedha, 8 shpatat, kalorësi i kupave, dielli. Në planin personal, kartat tregojnë një kontrast interesant mes realitetit dhe perceptimit. 10 monedhat është një kartë shumë e fortë stabiliteti. Ajo tregon se në jetën tuaj ekzistojnë baza të rëndësishme që mund të jenë përvoja, njerëz që ju mbështesin, siguri materiale, ekonomike ose gjëra që i keni ndërtuar me mund dhe sakrificë. Por menjëherë pas saj shfaqet 8 shpatat. Kjo më jep ndjesinë e dikujt që ndonjëherë harron të shohë atë që ka, sepse fokusohet tek ajo që e shqetëson. Mund të ketë mendime që përsëriten vazhdimisht, dyshime ose frikëra që ju bëjnë ta shihni situatën më të kufizuar se sa është në të vërtetë. Megjithatë, energjia ndryshon me kalorësinë e kupave. Kjo kartë sjell lëvizje emocionale. Mund të jetë një bisedë e bukur, mund të jetë një gest, mund të jetë një ftesë ose thjesht mund të jetë një ndjesi e re optimizmi që fillon të depërtojë në zemrën tuaj. Më pas shfaqet karta e diellit. Kur dielli mbyll një seri si kjo, ai shpesh tregon se e vërteta është më e bukur se sa frikërat që keni ndërtuar në mendje. Sepse ka potencial për gëzim, ka potencial për qartësi dhe rikthim të energjisë. Duket se jeni më afër dritës nga sa mendoni, por duhet të ndaloni së shikuari botën vetëm përmes shqetësimeve tuaja. Kartat këshillojnë të mos përqendroheni tek ajo që mund të shkojë keq dhe gjithashtu unë do të thoja, kushtojeni vëmendje asaj që tashmë po shkon mirë. Kalojmë në familje. Në familje kemi mbreti i shkopinjve, perandori, 3 shpatat, ylli. Në familje shoh figura shumë të forta dhe gjithashtu energji të forta. Mbreti i shkopinjve dhe perandori flasin për njerëz që kanë ndikim, që kanë autoritet ose që kanë një personalitet të fortë. Mund të jeni ju ose dikush në familjen tuaj që mund të jetë partner, partnere ose antar familje. Pra mund të ketë situata ku secili mendon se e di vetë mënyrën më të mirë për t'i bërë gjërat. Por mes këtyre 2 figurave të fuqishme shfaqet 3 shpatat. Dhe 3 shpatat tregon se pas krenarisë, kontrollit ose qëndrimeve të forta, mund të ekzistojë një plagë emocionale që nuk është trajtuar ose nuk po trajtohet plotësisht. Mund të jetë një zhgënjim i vjetër ose mund të krijohet një zhgënjim i freskët. Mund të ketë një keqkuptim, mund të ketë një ndjenjë lëndimi që ende nuk është shprehur me fjalë. Megjithatë, ylli në fund është shumë premtues. Ylli tregon se ekziston potencial për shërim dhe afrim përmes mirëkuptimit. Kartat sugjerojnë se pas qëndrimeve të forta ose fjalëve të pakta mund të fshihen ndjenja më të thella se sa duken në sipërfaqe. Kjo javë e favorizon shërimin e ndonjë keqkuptimi ose zbutjen e një distance emocionale që ka ekzistuar prej kohësh. Duket se ndonjëherë njerëzit që duken më të fortët janë pikërisht ata që mbajnë plagët më të fshehura. Kartat këshillojnë të zgjidhni mirë kuptimin përpara krenarisë dhe dëgjoni atë që nuk po thuhet me fjalë. Kalojmë tek dashuria. Në dashuri kemi budallai, 5 kupat, asi i kupave, 2 shkopinjt. Në dashuri, budallai hap derën e një kapitulli të ri. Ka një energji çlirimi këtu, sikur jeta po ju thërret të mos mbani më mbi supe peshën e së kaluarës. Por 5 kupat tregon se kjo është më e lehtë për t'u thënë se sa për t'u bërë. Ka ende një pjesë të zemrës që shikon pas. Ndoshta tek një person,
ndoshta tek një histori që nuk përfundoi siç prisnit, ndoshta tek një mundësi që humbi. Megjithatë, ajo që më pëlqen është se 5 kupat nuk e mbyll interpretimin tuaj, sepse pas 5 kupave shfaqet asi i kupave. Kjo kartë është si një burim që fillon të rrjedh përsëri. Asi i kupave flet për ndjenja të reja, për hapje emocionale, për mundësinë që zemra të mos jetojë më vetëm në kujtimet e së kaluarës. Dhe më pas kemi dy shkopinjt. Dy shkopinjt tregon se ju po filloni të mendoni për të ardhmen, jo për atë që humbët. Por po filloni të mendoni për atë që mund të ndërtoni, po planifikoni. Me sa duket një derë po mbyllet në mendjen tuaj, që një derë tjetër të hapet në zemrën tuaj. Kartat këshillojnë të mos e lini të kaluarën të zër aq shumë vend sa të mos mbetet hapësirë për të ren. Kalojmë tek puna. Në punë kemi 7 shpatat, 2 monedat, kalorësi i shpatave, 3 shkopinjt. Në punë duket një javë dinamike dhe strategjike, do të thoja unë. 7 shpatat tregon nevojën për kujdes. Jo çdo plan duhet ndarë me të gjithë dhe jo çdo ide duhet zbuluar para kohe. Por me 7 shpatat mund të nënkuptohet edhe mungesa e transparencës. 2 monedat tregon se po balanconi disa përgjegjësi ose po përpiqeni të menaxhoni disa çështje njëkohësisht ose shumë çështje njëkohësisht. Më pas vjen kalorësi i shpatave. Kjo kartë sjell ritëm të shpejtë. Kalorësi i shpatave mund të nënkuptojë se mund të ketë komunikime të shpejta, të vrullshme, që mund të jenë lajme, zhvillime ose vendime që kërkojnë reagim të menjëhershëm, një reagim të shpejtë, por për disa mund të nënkuptojë edhe fjalë të nxituara. Dhe në fund kemi 3 shkopinjt. Dhe 3 shkopinjt është karta e horizontit. 3 shkopinjt flasin për plane, është karta e zgjerimit, e mundësive që mund të afrohen. Mua personalisht më jep ndjesinë se ajo që po bëni tani nuk ka ndikim vetëm për këtë javë, por edhe për periudhën që mund të vi më pas. Pra energjia duket sikur thotë të qëndroni të përqëndruar tek qëllimi afatgjatë dhe mos u shpërqëndroni nga detajet e momentit. Kartat këshillojnë të veproni me zgjuarsi dhe planifikoni disa hapa përpara, jo vetëm atë që keni përballë sot. Kalojmë në prizën Oracle, ku kemi Trishtimi. Trishtimi i kësaj jave mund të lidhet më shumë me lodhjen nga pritja dhe përpjekjet e gjata sesa me një humbje konkrete. Kartat tregojnë se frytet nuk mungojnë, por durimi juaj po vihet në provë. Paçi.